E dashur mërgat, të nderuar bashkëdhetar, po ju drejtohem sërish brenda këtij viti dhe me të njëjtën thirrje të rëndësishme, votimin nga mërgata. Ne bëm çmos që të formoheshin institucionet e Republikës, bëm shumë lëvizje e ofruam disa opsione, por opozita ka marrë një qëndrim bllokues. Ata nuk duan një qeverisje të lëvizjes vetëvendosje. Ata nuk duan një qeverisje që i prek ata në interesat e tyre të ngushta. Ata duan të vazhdojnë avazin e vjetër. Prandaj, blokada është opsioni i tyre i vetëm. Por ne së bashku dhe Republika e Kosovës nuk ua kemi borxh teket e tyre. Sot është hapur afati për regjistrim për votim nga mërgata. Është rëndësishme që ju që nuk keni planifikuar të udhtoni për Kosovë më 28 dhjetor të regjistroheni sa më parë në linkun e publikuar në tekst për të pasur mundësinë të votoni prej jashtë vendit. Nëse keni afër një ambasadë apo konsulat të Kosovës, regjistrohuni për votim aty. Nëse nuk keni, atëherë regjistrohuni për votim me postë. Afati këtë herë është i shkurtër. Nga sot 26 nëntor, vetëm deri me 6 dhjetor. Prandaj mos e shtyni, regjistrohuni sa më parë. Bashkëdhetar të dashur, ju që do të vini në Kosovë për të kaluar fund vitin me familje dhe për të votuar, juve ju duhet vetëm rezervimi i biletave. Rezervojeni biletën sepse ky udhtim nuk është vetëm kthim në shtëpi, por edhe një hap drejt votës që mund ndryshoj rrjedhën e ngjarjeve. Secila zgjedhje janë të vlefshme, por këto zgjedhje janë të një rëndësie të veçantë. Këta që nuk duan as bashkëpunim, e nuk marrin as përgjegjësi për shtetin, qytetin, qytetarët, nuk e kemi luksin të mbajmë kështu në pozicione bllokuese. Ne duhet të ecim përpara, të vazhdojmë atë që e kemi filluar së bashku. Zhvillimin, mirëqenien dhe sigurinë e Kosovës tonë dashur. Le ta shfrytëzojmë këtë mundësi bashkë për atë dhëun tonë.